Vazhdojmë të shkruajmë histori, Forca Kosovë, finalja në shtëpi, mposhtim Slovakinë në Bratislav. Këto kanë qenë reagimet e para të Federatës së Futbollit të Kosovës. Por jo vetëm kaq. Federata ka shpërndar edhe video materiale nga gëzimi i futbollistëve, kret kjo me mbishkrimet "Unë jam shqipe nga Kosova" dhe "O Forca Kosova". Nuk kishte se si të mungojnë reagimet e politikës. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka shpërndar një postim në rrjetet sociale duke uruar Kosovën. Ashtu siç ndëruam edhe triumfuam, aq shumë dëshiruam sa që fituam shumë. Kampionati botror kur s'ka qenë më afër, shkruan Kurti. Në këtë eufori sportive nuk kanë munguar edhe shakat. Qiti paret kryeministër Albin Kurti, shkruan kryetari i komunës së Prishtinës Parim Rama, duke aluduar në premtimin e Kurtit për 500.000 euro për fitoren e Kosovës ndaj Slovakisë. Urimet kanë të kaluar edhe kufijtë e Kosovës, nuk kanë munguar urimet nga politika në Maqedoninë e Veriut. Vetëm një hap larg, një ndeshje e ndan Kosovën larg botrorit, Forca Gjema, e pafat Shqipëria por krenar për mundin e gjelmoshave tanë, e provojmë sërish, shkruan Bilal Kasami. Sot zemra re për të dyja, të gëzuar për Kosovën, krenar për Shqipërinë, thuhet në postimin e Ali Ahmetit. Fitoria e Kosovës në Bratislav ka bërë jehon të madhe në mediat ndërkombëtare. Veçojmë një artikull të gazetës spanjolle Marca, e cila ka vlerësuar pozitivisht paraqitjen e ekipit të Kosovës. Kurse çfarë të themi për mediat serbe, vetëse që mbrëm kanë filluar ditët e zis. Pavarësisht se përdorin termin skandalos e ashtu quajtur Kosovë, marrëzia e tyre shkon aq larg sa që kërkojnë nga UEFA që ta diskualifikojë Kosovën për shkak të, siç thuhet, tifozëve në Bratislav. Po e përmbyllim me postimin e kreut të Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi. Mirëmëngjesi Kosovë. Dua të ndaj publikisht falënderimin për Federatën e Slovakisë për mikpritjen dhe fair play-in gjatë ndeshjes, shkruan me sqarash Ademi.